Vuani nga rënja e flokëve. Kjo recet me rozmarin është zgjidhja për këtë problem. Ka shumë bime që shumë herë mund t'jenë zgjidhje shumë të mira edhe për lehtësimin e komplikacioneve. Një ndërto është edhe rozmarina, e cila mund të kthehet në një aleate të vlefshme për shëndetin e flokëve. Rozmarina, siç e kanë quajtur edhe qytetrimet e lashta, është e njohur si një bimë shëruese që në kohët antike dhe i është përkushtuar shumë përfitimeve të shëndetit. Rozmarina ka efekte të dobishme në lëkurë. Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe në industrinë e kozmetikës si një pastruese dhe lehtësuese e shëndetit të lëkurës dhe jo vetëm. Ajo e ndihmon fytyrën të jetë sa më e freskët edhe plot me shkëlqim. Rozmarina. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Jo vetëm që i bën flokët tuaj të duken akoma dhe më të butë dhe më të shëndetshëm, por gjithashtu në të njëjtën kohë stimulon edhe rritjen më të shpejtë të flokut. Ajo ndihmon në zbutjen e flokut, në forcimin e tij, sikurse ndihmon edhe në rikuperimin më të mirë të flokut të dëmtuar. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes edhe në aspektin e cilësisë së flokut. Recetat që ju duhen në këtë rast janë: kombinoni 2 lugë gjedhe me gjethe të grimcuara të rozmarinës në 300 ml ujë. Pastaj i përzjeni dhe fitoni një trajtim për flokët, duke filluar nga fundi deri tek rrënja. Kjo përzierje është shumë e lehtë dhe prandaj nuk ka nevojë që të largohet nga floku, por mund të qëndrojë aty sipas nevojës suaj deri në larjen e radhës së flokut. Kështu do të stimuloni një rritje më të mirë të flokut tuaj dhe do të parandaloni edhe rënjen e tij. Një ndër recetat më të pafundme është edhe ajo në bazë natyrale me përdorimin e rozmarinës. Të trajtosh flokët e dëmtuar ose t'i mbash ato të shëndetshëm janë 2 procese të njëjta dhe të vështira. Kushdo që ka flokë të gjatë dhe shumë delikat, e kupton fare mirë se sa e vështirë është të t'i mbash ato të shëndetshme gjatë gjithë kohës dhe çfarë duhet të bësh që të rrisësh gjithashtu edhe flokun tuaj në mënyrë natyrale. Ndër recetat e pafundme, një ndërto gjithashtu është edhe me bazë bimore dhe natyrale. Ndërto që sugjerohet për të pasur flokë të fortë dhe të shëndetshëm. Me siguri që për rozmarinën keni dëgjuar shpesh, por nuk dini si ta përdorni atë në shëndetin tuaj të flokut dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre në mënyrë natyrale. Kjo erëzë është një trajtim i mrekullueshëm, pasi mund t'i ofrojë flokut tuaj një lehtësim më të mirë edhe një rritje më efikase. Mjafton ta përdorni atë për flokët delikate dhe të dëmtuar, dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do t'jenë një mbrojtje më e shëndetshme. Për të përdorur te floku, duhet të dëgjoni këtë recetë me vëmendje. Së pari, rozmarina do t'i dhurojë flokëve tuaj një aromë të mrekullueshme dhe do ta bëjë ngjyrën e tyre më të fortë, gjithashtu edhe më të thellë, duke i dhënë atyre rezultate mjaft të mira dhe lehtësuese. Gjithsesi, efekte të rëndësishme kjo erëzë i ka gjithashtu edhe te shëndeti juaj i flokëve dhe tek skalpi i kokës, duke i dhënë atyre rezultate paraprake shumë të rëndësishme dhe lehtësuese për flokët. Nëse vuani nga problemet e zbokthit ose nga lëkurat e kokës, rozmarina do ju jetë një ndihmë shumë e mirë në aspektin tuaj. Kjo pasi ajo do të stimulojë më mirë rritjen e flokut, forcimin e rrënjës, shkëlqimin e tyre dhe do t'ju çlirojë gjithashtu edhe nga problemet e stresit. Por si ta përgatisni atë në mënyrë që të përfitoni nga vlerat e rozmarinës. Në këtë video do ju tregojmë disa përdorime të thjeshta të gjithsecilës prej përdorimeve të rozmarinës që do ju bëjnë ndryshime paraprake edhe në përditshmërinë e flokut tuaj. Në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i vajit të rozmarinës. Për të përgatitur vajin e rozmarinës, do ju duhet vetëm disa përbërës të thjeshtë. Një tufë me erza ose me pak vaj ulliri. Merrni 1 ose 2 degë rozmarine dhe vendosni ato në një enë me një shishe qelçi hermetike. Mbusheni atë me vaj ulliri ndërsa rozmarinën e mbuloni plotësisht dhe e mbyllni me kapak. Këtë enë e lini në një vend të errët dhe të thatë për mbi 1 muaj dhe më pas e keni gati ta përdorni sipas nevojës suaj. E aplikoni vajin në flokun e thatë përpara se të bëni dush.
Bëheni këtë që rrënja e flokëve dhe majat e tyre të qëndrojnë me vaj rozmarine për 1 orë në mënyrë që rozmarina të veprojë më mirë në cilësinë tuaj të flokut, duke stimuluar gjithashtu edhe rritjen e tij dhe forcimin e folikulave të flokut. Në ndihmë në të njëjtën mënyrë mund t'ju vijë edhe përdorimi i ujit të rozmarinës. Një tjetër mënyrë e lehtër shumë natyrale është edhe përdorimi i rozmarinës në mënyrë të thjeshtë. Kjo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për të stimuluar rritjen e tyre. Për të përfituar floku juaj i butë dhe i shkrifët, ndiqni këto këshilla natyrale. Mbushni një tenxhere me ujë dhe vendoseni në zjarr të zgjedhë dhe shtoni disa degë rozmarine në të. Kur uji të jetë zjerë plotësisht, rozmarina të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e saj, fikni zjarrin dhe e lini që të ftohet pak. Më pas e kulloni ujin me kujdes dhe mund të shplani kokën menjëherë pas dushit. Gjithashtu mund ta mbani atë në shishe të vogla dhe të spërkasni flokun tuaj her pas here mbas dushit. Kjo do ju ndihmojë që të keni flok të shëndetshëm, plot gjallëri dhe gjithashtu të evitoni edhe rënien e tyre. Ju mund të përdorni në ndihmën të flokut tuaj edhe tonikun me përdorimin e rozmarinës. Për këtë trajtim do ju duhet një përzierje nga të gjitha ato të cilat dëgjuat më herët. Në një shishe duhet të hidhni të paktën gjysmë litri me ujë të nxehtë, 5 lugë gjedhe rozmarin, si ajo të cilën e treguam edhe më herët, dhe 10 pika vaj rozmarine. Lëreni ujin të ftohet dhe më pas aplikoni tonikun te rrënja e flokut si një trajtim shumë të mirë kundër problemeve të zbokthit dhe gjithashtu problemeve të skalpit. Kjo do të jetë një ndihmë shumë efikase në shëndetin e flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Thonë se flokët janë në gjysma e bukurisë, prandaj duhet të kujdeseni më shumë për to duke u përqendruar te trajtime natyrale për të pasuruar flokun me elementë ushqyes më të rëndësishëm, të cilët ai i ka të nevojshme, gjithashtu edhe për rigjallërimin e flokut tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndjekja e trajtimeve natyrale në kushte shtëpie dhe maskave të cilat mund t'i përgatisni vetë, mund t'i japin flokut tuaj gjallërinë e munguar dhe gjithashtu të parandalojnë edhe rënien dhe dobësimin e tyre. Uji i rozmarinës ka qenë një prej elementeve më të rëndësishëm në ritualet e bukurisë edhe në të kaluarën mesdhetare, dhe ndër shekuj ai është përdorur për të stimuluar edhe rritjen e flokut tuaj. Ju mund ta bëni vetë në shtëpi përpara se ta blini atë. Kështu përfitimet që do të merrni për flokun tuaj do të jenë të menjëhershme mbreslënse dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe rënien e tij. Ju mund ta bëni në shtëpi duke ndjekur disa haba të thjeshtë. Uji i rozmarinës ka disa përfitime shëndetësore që e mbajnë skalpin e shëndetshëm dhe folikulat e flokut, të cilat nxisin rritjen, citon edhe dermatologja dhe nemrec. Ajo ka veti anti-inflamatore dhe gjithashtu veti të mira antibakteriale, të cilat do të ndihmojnë në reduktimin e zbokthit dhe problemeve të psoriazës së kokës, duke ju ndihmuar që të keni flok të shëndetshëm dhe më pak probleme. Por si duhet të përgatisni rozmarinën në këtë aspekt? Së pari, zjeni rreth 3 gota me ujë rozmarine, më pas shtoni gjithashtu edhe 2 degë rozmarin të freskët në ujë. Hiqni tenxheren nga zjarri dhe e lini që të ftohet. E vendosni më pas në një shishe qelçi. Nëse dëshironi që ta përdorni për një kohë të gjatë, duhet ta mbani këtë përbërje në frigoriferin tuaj në mënyrë që të mos prishet. Ekspertët besojnë se koha më e mirë për të aplikuar ujin e rozmarinës është pasi të keni larë flokët, por mund ta përdorni gjithashtu edhe në flok të thatë dhe më pas ta shplani. Më pas krijini flokët si zakonisht dhe do të keni përfitimet më mbreslënse që rozmarina do t'jap në shëndetin tuaj të flokut. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie mund t'i sigurojë flokut tuaj rigjallëri dhe funksion më të mirë. Përveç trajtimeve që mund të bëjë për shëndetin e flokut, rozmarina mund të përdoret edhe në shëndetin e lëkurës suaj, duke ju ndihmuar të keni një pamje më të bukur, më të shëndetshme dhe gjithashtu më pak probleme, sidomos ato nga i ftohti. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.